Mos të lejosh gënjimin të të rrëzojë, por përdore si forcë për të ngjitur edhe më lart. Shumë herë ne I lidhim shpresat tona tek njerëzit, tek planet apo tek gjërat materiale, dhe kur ato nuk realizohen, na duket sikur gjithçka përfundoi. Por në të vërtetë, zhgënjimi është një kujtesë që të kthehesh tek vlerat e tua, tek forca jote e brendshme dhe tek Zoti që nuk zhgënjen kurrë. Kujto se asgjë nuk humbet pa arsye. Çdo humbje bart një mësim dhe çdo fund është një fillim I ri që të pret pas qoshës.